Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi në lidhje të drejt për drejt me zotin Bekim Adili, një nga drejtuesit e shoqatës të drejtave kulturore të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Nëse nuk e thash organizatën në rregull më saktësoni, do të flasim për punën që bën ky institut për të ruajtur të drejtat kulturore, gjuhësore të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Do të flasim edhe për vizitën e fundit të zotit Bekim këtu në mes të diasporës shqiptaro-amerikane. Zot Bekim, mirë se erdhët në studio. Ju falenderoj shumë, i dashur miku im Rafaelo. Tani lidhjet tona do të jenë urojtë të vazhdueshme. Sa i takon ardhjes time në emër të Institutit të Trashëgimisë së quhet shpirtërore dhe kulturore i shqiptarëve në Shkup, është një institut i cili ka një peshë jashtëzakonisht shumë të madhe, qoftë edhe nga vetë emërtimi i trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore. Është kjo një pjesë e historisë e cila më së shumti është e fshehur nën tokë se sa duket në sipërfaqe, dhe që ky institut ka këtë mision, pra që trashëgiminë tonë shpirtërore dhe kulturore që kemi në trojet etnike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, që ta nxjerrin këtë thesar të çmuar në sipërfaqe. Janë dëshmi të cilat të flasin mbi të qenurit autokton shqiptarët shumë të hershëm në ato troje, me një kontribut të jashtëzakonshëm dhe me personalitete të cilat kanë dalë nga jeta e atij vendi në periudha të ndryshme, qoftë në botën akademike, politike, shkencore, kështu me radhë. Pra Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore në Shkup përpiqet që të nxjerrë në pak këto lloj vlerash, që të shënoj datat e rëndësishme, që të kujtoj ngjarjet historike, por dhe që të ndikoj pse jo edhe në ngritjen e një elite të mendimit akademik dhe politik, do ta quaja, për faktin se unë Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore në Shkup e shikoj si dikur që ishte Instituti Albanalogjisë në Prishtinë, apo ajo akademia e dikurshme që ishte pararendse e ideve dhe mendimeve, kishte një peshë në jetën publike të Kosovës. Dhe realisht Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore në Shkup ka arritur tani më që ka një bashkëpunim të ngushtë si motër me dy akademitë tona shqiptare në Prishtinë dhe në Shkup, por këtu paveçuar as pak diasporën unike të art të shqiptarëve kudo që janë. Andaj dhe ardhja time në Amerikë lidhet kryekëput me një ftesë që kam ardhur për t'ju dorëzuar, për t'ju thënë, dhe të falenderoj që më krijove këtë hapësirë që ta bëj dhe publike këtë ftesë, e cila i dedikohet diasporës shqiptare në Amerikë në këtë rast, por dhe asaj në Europë dhe kudo që ndodhen, për të ardhur në Shkup përfaqësues të shoqatave, të komunitetit shqiptaro-amerikan, të lidhjes shqiptaro-amerikane, të gjithë organizatave në 18 dhe 20 dhjetor, ku në planin vjetor Instituti ynë atje ka parashikuar që këto 2 ditë t'i dedikohen diasporës shqiptare, është dita e diasporës jonë, dhe uroj e shpresoj që të kemi sa më shumë pjesëmarrës, për faktin se diaspora shqiptare e theksova dhe më lart e kam theksuar kudo ku kam qenë. Është evidente që zëri i saj është me ndikim, është i fuqishëm, që lëvizjet e diasporës shqiptare ndodhin dhe burojnë nga ndjenja dhe dashurisë dhe shpirti i shqiptarëve të vërtet, pa interesat e politikës ditore. Andaj në shumë nga rresa të situatave me cilat ne përballemi në jetën tonë politike, diaspora mund dhe mendoj se do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në përafrimin e qëndrimeve, në hartimin e një platforme, do të thosha, të shqiptarëve atje të klasës sonë politike për çështjet kardinale të cilat kërkojnë zgjidhje nga të gjithë, për faktin se diaspora jonë duket dhe atill është e pashme, pas këtij lloji interesi dhe besueshmëria shumë më e lartë. Në kontekst të kësaj, unë kam takuar edhe në Chicago diasporën tonë, kam qenë edhe i ftuar nga Fondacioni Kastrioti, që lidhet me vendlinjën time, për faktin se është shkolla e parë në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut, e cila pas 2 vitesh bën 100 vite jetë themelet e asaj shkolle, dhe
takova komunitetin e kërçovarëve edhe personalitetet tjerë në Chicago. Kam patur dhe i falenderoj ftesë nga shoqata Kraja në New York që kishin një aktivitet në datë 1 maj me një lloj pikniku i cili si moto ka lidhjen e diasporës që jetojnë këtu, por edhe ruajtjen e trashëgimisë gjuhësore, kulturore dhe të asaj që ne quam, domethënë qoftë edhe etnografisë, aktiviteti i cili është ngritur nga shoqata Kraja, por që mbështetesht edhe nga 4 apo 5 asociacione tjera, si që shoqata e Librës, Ana e Malësis, Ana e Malit, ajo e Malësis, e Ulqinit, e njësër, domethënë shoqatash tjera. Ashtu si që kisha rastin dhe falenderoj këtu edhe Sokol Pahen, një ftesë për të vizituar edhe Vatrën e Fanolit, ku edhe kishim një promovim libri i cili ishte nga Imer Ladrovci, një libër titulli i cili fliste do të thotë për linjat e politikës diplomatike për shtetformimin, sa i rëndësishëm është për Kosovën, një vepër e cila duhet të merret në konsiderat dhe që absolutisht duhet të jetë një udhëfys për politikën e atjesme, sepse shtetformimi i Kosovës është nyja gardiale e zgjidhjes së problemit të shqiptarëve dhe i hap rrugë asaj çfarë synon gjithë bashkimit. Dhe në kontekst të kësaj vizitova personalitete të ndryshme dhe tek Vatra, por që një atmosferë tjetër festive na priste po nga një organizim tjetër i Mark Gjonit, kryetari i Këshillit të Diasporës Shqiptare, shoqëruar nga Marko Kepi, nga rrënjët shqiptare, që do të kemi dhe paradën mbas një jave këtu në New York të shqiptarëve, 2 personalitete të cilët pata rastin dhe kënaqësinë që t'i takoj dhe t'i ftoj për të ardhur në ditën e diasporës në kuvendin tonë të diasporës në Shkup që do të kemi në fund të vitit. Kështu që të falenderoj për si thua këtë pyetje e cila për mua ishte shumë e rëndësishme që të përcjell këtë mesazh me shumë dashamirësi, me shumë respekt e vlerësim për diasporën shqiptare, që nuk duhet harruar asnjëherë kontributi i juaj që është i jashtëzakonshëm në çdo etapë të zhvillimeve tona atje për histori të cilat kalon dhe që na presin si sfida në të ardhmen. Aq më tepër shoqatat shqiptaro-amerikane kanë qenë sidomos gjatë luftës Kosovës, megjithatë disi është zbehur faktori lobist i jo në mungesë të dëshirës, por edhe si reflektimi i situatave politike në vendlindje, ne i themi fjalë në vendlindje kështu për t'i përfshirë të gjithë shqiptarët kudo ku kanë lindur në trojet tona në Ballkan, që diaspora jo vetëm se shihet nga qeverit, jo vetëm nga qeverit që mund t'jenë si puna e qeverisë Maqedonisë së Veriut, por edhe nga qeverit shqiptare shihen vetëm si instrument remitancash, si instrument që sjell parat, por nuk shihen se dhe diaspora, pavarësisht asaj që mund t'japi, ka mjaft për të dhënë dhe në aspektin e ndikimit politik, ideologjik apo ndikimit të drejt për drejt patriotik, por ka edhe ajo nevojë. Edhe ne kemi nevojë për ju. Edhe në këtë kontekst, unë ju falenderoj për veprimtarinë e nisur që keni ardhur këtu, sepse natyrisht ta shohësh vendlindjen vetëm nëpërmjet medjave apo medjave sociale, është realitet virtual, nuk është e vërteta absolute, ashtu si kurse njeriu apo ne që jemi në diaspore shohim me sy tanë kur vim për të vizituar familjen apo të afërmit në atë. Është e rëndësishme që të njihemi bashkërisht, të kuptojmë nevojat tona dhe në këtë kuadër të krijojmë atë osmozën midis interesave të diasporës dhe interesave të shqiptarëve në vendlindje, për të çuar më përpara çështjet jo vetëm politike të drejtave të njeriut, por edhe problemet tjera të cilët mund të çojnë në zgjidhjen e mjaft situatave të krijuara edhe historikisht nga interferencat e fuqive të mëdha evropiane në trojet shqiptare në Ballkan. Në këtë mes,
Patë ndonjë detaj të veçantë që të ranë në sy që ja vlen ta përmendësh? Detaj gjithmonë inkurajues dhe shumë emocional gjatë ditës kur u zhvillua ndeshja e futbollit në mes kombëtare së on shqiptare dhe Serbisë, aty ku në Bronx, ku quhet si Shqipëria e vogël, ai qytet që në densësinë e saj ka më shumë të shqiptarë, mos gaboj në Amerikë, vërejta që më së shumti në atë masë të madhe kishte fëmijë dhe të rinj se sa të moshuar. Çfarë dua të them me këtë? Që mërgata jonë shqiptare dhe në Amerikë e kryen me një lloj devotshmërie unikate, do të thosha, detyrën e gjithsecilit të veten ndaj kombit dhe dheut. Dhe detyra më e mirë është kur ne ushqejmë me atë dashuri shpirtin e fëmijëve tanë, kur ato pajisen me një lloj krenarie nga e kaluara shumë krenare e historisë të shqiptarëve. Dhe kur unë po shikoja këto fëmijë të vegjël, të veshur me fanela të kombëtares Kukezi, me plisa, me simbolet tona në dorë, dhe kur këndon këngën e Adem Jasharit apo këngë tjera patriotike, edhe pse nuk flasin mirë shqip, kjo është ajo çfarë mua më ka lënë më shumë të imbresa nga këto ditë takimesh që kam patur gati 2 javore në Amerikë. Kjo do të thotë se ju të rriturit të sferave të ndryshme, të botës së biznesit, intelektual, të fushave, po kryeni me shumë përkushtim detyrat tuaja ndaj dheu duke u shkyer me dashuri fëmijët tuaj ndaj vendit, simboleve dhe identitetit ton kulturor. Andaj edhe në kuadër të aktiviteteve tona që mendojmë të shtrim në veprimtarinë tonë në Institutin e Trashëgimisë, projekti radhës do të jetë që të krijojmë një lloj komunikimi jo vetëm të aspektit virtual, por që të krijojmë mundësi dhe hapësirë fëmijëve të cilët rriten të grup moshave të ndryshme këtu, që të vinë disa ditë të kalojnë bashkë me moshatarët e tyre në vendlindje atje për të njohur edhe me vendet më historike dhe kulturore të cilat i kemi të shumta në trojet tona në Ilirit. Këto janë ato specifikat për të cilat ju më pyetët dhe që unë ndjem realisht i emocionuar dhe me shumë mbresa po përfundoj, po përmbyll si thua këtë rrugtim të kësaj radhe këtu në Amerikë. Në këtë mes, unë po më kujtohet një reels që parë në telefon, një vajzë e vogël nga Elbasani thoshte, kur shkoj në Elbasan, 3 vjeçe, kur shkoj në Elbasan më vjen shpirti në vend, këtu në Gjermani jam kot fare, kot. Pra kjo ndjesi na duhet për të mos u tretur në atë që në Amerikë quhet the melting pot, pra tenxherja ku shkrihen gjithë nacionalitetet në nacionalitetin e madh amerikan, por natyrisht për këtë detyrë ja kemi vënë vetes edhe ne si televizion për të ruajtur, për të shuar sa më vonë në këtë, duke u bërë pjesë integrale e Shtetit të Bashkuar, po pa humbur identitetin kombëtar, detyrë që është e vështirë për ju, që jeni atje në një realitet tjetër, por edhe në një vend që suporton kultura, përsëri është e vështirë sepse presioni i përgjithshëm është mjaft i madh. Ju faleminderit edhe një herë që ishit në studio, që na sqaruat edhe veprimtarinë e institutit tuaj, edhe që na dhat detaje edhe pasqyrën e punës suaj dhe ftesën që keni bërë të gjithë forcave të ndryshme të cilët i përkasin shtresës akademik apo dhe njerëz të patriot me kontributet caktuar që t'japin kontributin e vet për ruajtjen sa më të mirë të vlerave tona kombëtare. Edhe një herë bekin i bekuar qofsh. Gjithashtu dhe ju, faleminderit pafund me përkullsi, respekte për ritheksoj misionin që ju kryeni dhe një nga misionet më të mira është që të japim kontribut për të ruajtur identitetin tonë gjuhësor dhe kulturor, por qoftë edhe kur flasin fëmijët anglisht mendojnë shqip, ashtu si që e thatë ju përpara me vajzën 3 vjeçare, një rast realisht që është për ta marrë në konsiderat të gjithë ne dhe në veçanti klasa politike shqiptare le ta ketë atë vath në vesh që duhet punuar për ato fëmijë.
Ju falenderoj shumë, respekt e mbarësi një jetë. Okej, ju faleminderit edhe një herë. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ishim direkt me Viper, me zotin Bekim Adili, një nga drejtuesit e Institutit Shqiptar të Kulturës Kombëtare në Shkup, në cilën folëm për veprimtarinë e me shumë kënaqësi, ju falenderit për të qenë datë, ju uroj shëndet dhe mbarësi në punën tuaj që unë quaj si mision dhe jo punë të rëndomt. Ju faleminderit. Respekte.